Ne bërë kushtetutën si punë e kullave në Tiranë, kulla Vilani dhe kulla Vilani dhe ligjet. Pra, e kupton, nuk e vendosim dot ne pezullimin e presidentit, sepse vetë ka të mbrojtur kushtetuta. Do ta bëj ligje, i maroj. Ai e ka numrat. Po do të them diçka tjetër. Do të them diçka tjetër, do të shkojmë edhe duhet të presim, sepse edhe kjo është një lojë e bukur. Në rast se Rama do ta bëj këtë veprim, do presim reagimin e Spakut. Spaku ka një reagim, prit një sekond. Spaku ka të bëj një lojë, po ma bërja të lojë është speciale, që duhet ta komentojmë herë tjetër. Ç'a lojë? Rama, sa mandate ka? Është i katërti. Jo, sa mandate ka vëlla? 83. Sa i duhet? 86 me gjitha latet. Po pritet, mos u nxito. Po 84 vota. 84 vota duhet të dyshimet. Ku e merr? Jo, 80 për kodin, për ajo është kod. 2-3 do i bëhet 84. Dhe ku do marri? Nga Partia Social-Demokrate. Tom Doshi. I ka. I ka votat. Spakun, a doftoj zotin Tom Doshi se sa hera i kandidonte, eftonte edhe u paraqiste në Spak. Tani, unë këtë pyetje kam. Dhe te kjo pyetje pres të zbatoj që kërkon Xhafa të çojë në strukturën e posaçme. Po. Është një presion ekstra. Unë refuzuar nga Spaku. Unë pres se si do reagoj Spaku. Edhe pastaj herën tjetër do të vi të them çfarë mendimi kam unë. Jo, aty ka një risk. Por me presione nuk duhet ta aplikojmë vdekjen penale. Nuk jam dakord. Faleminderit, më pëlqeu këtë. Me presione nuk jam dakord. Ka një risk shtesën. Që është? Se zotëria do të prek nerin 224 që mbron këta pezullimet nga të tyre të shënjis vetë dhe të ka futur edhe ca komshinj. Puna është se ai fillon me atë. Pa e ka hallin, unë besoj që e ka të shpërdorimit e tyres, që ka një numër i konsiderueshëm akuzave për ministrat e tij, edhe të shkelja barazisë në tendreve. Është çametin atë sa Dumani. Dhe këtu ka e gjë të çuditshme. Ta thonë që pezullimi nga detyra i zëvendës kryeministës. Ne nuk po flasim për zëvendës kryeministës, po flasim për një hajdut e murdi. Po flasim për një individ i akuzuar për vjedhje. Vjedhjes në fjali popullore është hajdut. Jo, po e ka shkeljet barazisë të tendreve? Akuza. Shkelje barazisë të tendreve. Po flasim se çfarë ka sjell pasojë kjo shkelje barazisë. Po këtë përcaktojmë dot ne. E ka thënë prokuroria vetëm. Na mungon ja 50 milionë euro vetëm llogarar këtu, se shkoi aty në Stamboll dhe Dorovitin ndasëm te shoqënia detyrimisht i atribuohet që këto mund të ketë marrë ballë. Jo, detyrimisht. E gjithë procedura, jo, nuk është logjik. E gjithë procedura e mëparshme e fitimit të këtij tendri nga subjekti Gjoka ishte 140 sa ishte. 140 milionë euro po themi, po. Kishin rënë dakord edhe ustallarët, edhe komisioni procedure të vlerësimit të oferta, edhe fizibilitetit, i gjithë struktura e vlerësimit të investimit ishte dakorduar që këto para mjaftojnë për ta bërë këtë punë. Çfarë bëri vaki që kërcimi 190-në? Dhe punë e bëri pikërisht kërkuesi për 140. Ku shkuan këta? Dhe ky është pretendimi fillestar. Pra akuzat e para të strukturës posaçme janë për 2 procedura për Ballukun dhe kur kanë mbritur kërkesa në parlament kanë qenë për 11 procedura prokurimes. Pra u shtuan edhe 9 gjatë rrugës. Duhen shtuar edhe një 10 që ne flasim tani për kërkesat, e? Pra kemi nga 211 dhe nga 190 milionë euro që u distrua fillimisht, sot janë 1.2 miliard euro në pretendimet e prokurisë që po diskutohen. Okej, pyetja. Komisioni Evropian ju përgjigj medias duke thënë duhet që parlamenti me njëherë të marrë në trajtim, ta adresoj. Kur thon ta adresoj çojë në adresë të kërkuesit. Pra, ta adresoj dhe domethënë të merret me çështjen e imunitetit të Ballukut. Adresimi siç e kam lexuar në qendrimin e Komisionit Evropian, pra në 13 vjet është hera e parë që ato i kthehen një qendrimi akull le të themi, gjakftot për ata gjaknxet për pritësit. Kur ata thonë duhet të adresosh kërkesën e strukturës posaçme. Zotëri, duhet të përgjigjesh pozitivisht kërkesës së drejtësisë. Atëherë thotë është përgjegjësia e Parlamentit shqiptar që do të trajtojë pa vonesë kërkesat për heqje imunitetit të anëtarëve të tij. Lufta efektive kundër korrupsionit është një rëndësie thelbësore për përparimin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE, gjë që është edhe pritshmëria e qytetarëve të saj. Shqipëria është në një fazë kritike. Dje. Rama kur kishte shkuar? Ndrej kur shkojmë mbrapa, shkoj 2 para. Jo. Shkoj mbrapa. Nuk ishte bërë deklarata para. Nuk ishte ulur për darkë akoma. Po çosh fotografinë e darkës duket si vaki. Pra nuk ishte shkuar. Para ishte.
Rama shkoi para kësaj deklarate. Edhe pastaj ata dalën. Kanë pas një darkë privat. Është Me detyrim. Antonio Kostën. Dhe përveç kësaj, presidenti i Këshillit Evropës. pjesë ambasadorë të Bashkimit Antari Evropian. Partisë Socialiste Pra, Evropiane. pesë vendet të them më vendimarrësa më të forta, ja kanë bërë qartë Ramës që jo vetëm imuniteti Ballukut, por ka mbaruar edhe imuniteti yt. Kanë bërë qartë? Ja kanë bërë qartë shqeto, live. Nuk e kanë sekret më ato këtë gjë. Dhe ky deklarim, ku ata i thonë çojë oli zotëria atje ku ta kanë kruar ata se nuk e ngashon. Se mund të përballet Rama me këto zgjedhje të reja dhe me këtë klimë e re të sigurisë posaçe me guximin amerikan që ata po konsumojnë detyrën e tyre, duhet ta kishin shqiptar fatikisht, sepse taksa shqiptarë qytetarët e duan për të besuar rezultatin, por them që si tha Peleshiti, mu më tha Taulanti tha, ç'është kjo më, nuk është kalçeto kjo më. Ta gjun penalltinë ta gjushti. Ta zotërin duhet të jenë atje, çfarë kërkon ligji, çfarë kërkon Taulanti të bësh mbledhje. Dhe ajo çfarë kërkojnë Komisioni Evropian, por edhe gjithalat është që Këshilli i Rregullues dhe Mandateve të mblidhet, të votojë Parlamenti dhe prokuroria të marrë masat e kërkuara se çfarë është duke bërë. Ai ka thënë, "Kemi ngut për fa kryeministri." Jo, ngërmi s'ka ngut, se ngut për firmosur 100 milionë euro tendra pas vendimit të gjykatës. Kishte? Paktën 100 milionë e firmosur deri tani. Janë edhe një 6-700 rrugës që deri kur bën të procedurat e hallakatura mund të përfundojnë. Pra, ndërkohë që ky e pandehur kërkohet nga drejtësia për të përballur me atë, kërcasen edhe 1 miliard euro të tjerë firmosur. Por kjo është kanibalizëm. Edhe ne themi kjo vëna mbroka drejtësinë pas kamerakun e drejtësisë. Ai ka hallën se bëhet i pandehur personalisht. Okej, faleminderit Çollaku. Sa i aplikueshëm është le të themi ky deklarim i Komisionit Evropian për realitetin shqiptar, për qeverinë shqiptare, për kuvendin e Shqipërisë. Kërkesa të trajtoj imunitetin. Po, është një opinion, është një rekomandim. I kanë sjell fugon te kryeministria duke marrë dokumenta. Duke sot? Po më shkruan një mik tani. Ka i fugon që kërkojnë dokumente. Kush i transporton? Balluku që është në zyrë, sa po e përmendëm? Po mos ndoshta është procedurë arkivash. Atëherë, pse dalin tani arkivat? Ato tregojnë fondos është interesante. Furgoni. Po nëse furgoni i bardhë, marrin dokumenta. Po, marrin dokumenta, ka dhe i pjesë vite të shoh. Po nuk e dim. Duhet të presim për ta verifikuar deri në fund se nuk e dim. Po thoje Zhdima? Po është një deklarat që kjo deklarat nëse mund të ma dërgosh. Kjo deklarat kuptohet që patjetër duhet të zgjidhet edhe imuniteti i saj, por shikoni se si e shikoj unë. Nga njëra anë vendosim Bashkimin Evropian në lojë, nga ana tjetër vendosim Kuvendin e Shqipërisë, nga një anë tjetër vendosim gjykatën kushtetuese dhe ai i cili do të jetë viktime e kësaj ngjarje të imunitetit është zoti Rama, sepse mundet i kontrollojë gjithçka, pra të kontrollojë të gjitha, po në fund fare ai do të bëjë dhe një lojë të bukur. Dhe kush është loja e tij e bukur? Të aplikojë nenin 288 dhe 289 të Kodit të Procedurës Penale. Çfarë do të thotë kushtet e procedimit për deputetin, pra po imunitetin. Tek paragrafi 3 kemi kushtet e flagrancës. Pra, tani zoti Rama është në një luftë tjetër. Që të ndihmojë zonjën Balluku akoma dhe më shumë. Si do ta ndihmojë? Në rast se prokuroria thot, unë nuk do ta arrestoj për këtë dosje, po unë do shpik si prokurori një dosje tjetër në kushtet e flagrancës. Edhe në ato kushte. Në momentin e intimidimit të dëshmitarëve, përbën flagrancë? Po, përbën. Por kemi një sekret tek neni 288 dhe 289 që e dua shumë të them vërtetën, edhe thot. Sekretet apo neni? Nene. Çdo arrestim në flagrancë Kuvendi mund ta rrëzoj. Edhe sekretet e nenet. Eksakt. E kupton? Mos ti thoj kështu siç është. Nuk ishte tendencioze avokati. Atëre thot, kur jemi në kushtet e flagrancës, deputeti arrestohet. Pra, ndalohet. Arrestohet. Jo ndalohet. Verifikohet ligjshmëria e ligjshmëria këtë. Ndalohet. Por ç'a ndodh? Kryetari i SPAK-ut merr më njëherë kryetarin e Kuvendit dhe kryetari i Kuvendit mbledh më njëherë Këshillin e Mandateve dhe vendos. Por, po ta lexosh aty thot, kur Kuvendi vendos heqjen e masës së arrest në flagrancë, deputeti lirohet më njëherë. Çfarë do të thot? Vet ligjvendësi ka dhënë atribute gjyqësore. Si gjykat. Pra, aty thot, vendos heqjen e masës. Pra, e shikoni çfarë jetë tjetër juridike do jetojmë në 2026-s. Pra, e kuptoni në cilën situatë jemi. Pra, nga shtatori e deri tani është e tmeshme, gjykat kushtetuese, gjykat
posaçme, ka bërë punë Spaku Zhllima. Po s'po e pranon dot. Jo, se pikërisht zoti Rama ka lindur gjithë këtë situatë juridike që në fund fare të bëhet mbreti si vetë Rexhepi i Turqisë që kishte shok dikur apo nuk e di, ka prish pazar. Tashmë po shohim mediatorë. Por duke kopjuar manualin e atit të Turqisë, ne vim në një fakt tjetër që shumë i rëndë. Rama po përpiqet që nëpërmjet të këtij preteksit për zonjën Balluku të futet në tryez dialogu dhe duke bërë palët të gjitha duke menduar sikur Rama është drejt një rreziku, e sigurt të hapim klapa këtu, është në rrezik, mbyllim klapa tani, por palët politike duhet të luajnë me strategji, se tani lufta është më e egër, sepse do kërkohet ndërhyrje në kushtetut, ndërhyrje në ligje të posaçme dhe e sigurt është që Partia Socialiste është një parti edhe ka një peshë elektorale. Por zoti Rama don të përfitojë që të vazhdoj qëndrueshmërinë e tij në Partinë Socialiste pavarësisht gjithë këtyre skandaleve që e ndjekin. Okej, faleminderit Zhllima. Pyetja e fundit Çollaku për ta përmbyllur. Të gjitha këto ndryshime ligjore, ndoshta mund të kërkohen edhe ndryshime kushtetuese dhe unë jam i bindur që opozita, nuk e di pse kanë bindje, po opozita është aty për një pjesë të ndryshimeve kushtetuese, të paktën për numrin e deputetëve Berisha ka rënë dakord që ta çon 100. E ka pranuar që ndryshimet kushtetuese pranohen. Tash se do bashkohet për të tjerat, nuk e di. Apo kornizohet lufta e Spakut kundër ministrave, se Rama thot Spaku mbështetet, por duket sikur i vendos korniza politike. Shiko se ti vazhdohet to, por ne nuk ta japim as imunitetin, as ta pezullosh. Kupton? Unë shoh një përballje të Ramës, le të themi, me prokurorinë, me Spakun kryesisht, pra, sepse kjo është e gjithë reforma drejtësi këtë ka risi, le të themi. Gjykata speciale nuk duhet ndodhte, gjykata speciale janë gjykata lufte, natyrisht, por përtej kësaj shoh mbështetje të kufizuar, shoh kundërshti edhe në raportimet e bëra në kuvend nga ana e strukturës posaçme, konstatohet në mënyrë të përsëritur që numri i denoncimeve nga administrata është i ulët deri në hiç, çka do të thotë ka një mungesë bashkëpunimi, ka pasur edhe një urrë të brendshëm për të mos i lejuar të futen në përzyra kur ata vinë për të kërkuar, për të marrë materiale. Kujtojmë nervozizmin e Ramës, pse shkojnë. Po, sigurisht, pse shkojnë. I kalon pas dera, po edhe ajo e patllake. I kalon pas dera, jo pak herë, pse çan këta me patllake, pa patllake, vinë marrin telefona. Kujtojmë deklaratën e tij për telefonin personal, pse edhe mua do të marrin telefonin. Ai di diçka, Rama nuk është njeri i pa informuar. Edhe telefoni i tij do ketë takim me BKH-n, nuk është ndonjë sekret tash po. Sepse janë dosje që çojnë aty. Kujtojmë që kemi hyrë në vitin e 5 të regjistrimit procedimit penal të dosjes Charles McGonigal. Sipas deklarimit të Dumanit, pra në një nga daljet e tij në kuvend, është theksuar që në janar të vitit 2022 është regjistruar ky procedim penal në Spak. Çështja me dhe ka përcyer janarin e 2026, pra kemi hyrë në vitin e 5. Dhe aty janë Rama, Balla, Gjiknuri, Veliej, pra të denoncuar. Në dosje? Po, sigurisht kam parë pjesë të padis, dhe asnjëri prej tyre nuk është thirrur për dëshmuar, paktën për dieni dhe më tej sipas fazave hetimore të shohë se si do jetë të kualifikuar vepra penale. Kjo është dosje shumë e rëndë, shumë e madhe. Aty ka spionazh, shërbime sekrete, biznese, blerje, ka një pafundësi gjërë që amerikanët e kanë dhënë drejtimin në drejtësisë tyre. Ja kanë dhënë, po Spakut i kanë dorëzuar diçka? Po, sigurisht, ka letërporosi drejt Shtetit të Bashkuar të Amerikës, kanë komunikuar, kanë shkruar biro materiale, por nuk e di se si e kanë dhënë këto, si janë shpërndarë, se ka dhe punime në autostradë, si kanë çuar rrugët, kë duhet thrasin, kë duhet të shtyjnë, kë duhet të qortojnë. Pra, aty është fakt, që 4 vjet, 5 vjet, nuk e thirr asnjëri prej tyre. Ose ke thirrë s'na ke treguar nesër, ka dhe shumë i rëndësishëm Çollaku. Si? Faktori kohë në politikë dhe në drejtësi dhe në raportet midis të dyjave shumë i rëndësishëm faktori. Se kur është momenti që koha për të mbledhur prova dëshmi është falimentuese nëse nuk ekzekutohet në afatet e tuara për drejtësinë. Dhe këtu kemi parë në jo pak raste, edhe në zgjedhjen e zotit Braho, drejtuesi i strukturës posaçme, në takimin e parë që ai pati me prokurorët, një nga këshillimet, le të themi, që pati si porosi kolegëve, ishte të nxitojmë dhe të vëmë prioritet dosjeve të vjetra. Dosjet e vjetra, ku hyjnë ato të skajenkrave për krim organizuar, ka ministra, deputet, biznesmen, bashkiak, funksionar drejtësisë, sigurisht dhe gazetar, që janë aty në të çopën e madhe, që ka ca gishta pluhur për të hequr.
E qartë, faleminderit Çollaku, ne do vijojmë së bashku pjesën e fundit të këtij emisioni për çështjen e dosja e fundit do të thojë që se ju do largoheni vetë po vononi. Po. Thjesht do thojë që nga mesazhet e larta vinë që ato emrat të cilët përfshiu parafolsi me shumë të drejtë që nuk po jetojnë nga kjo drejtësi e pavarur e panshme. Po jetojnë se thuhet dot, po janë thirrur. Si janë thirrur? Mos më bëj gabim me ligjore. Është e sigurt, po ndonjëherë bëjmë gabim sepse është me qëllim. Nuk janë thirrur, edhe për shkak se nuk janë thirrur sepse dikush del shumë qartë në shumë veprime. Dhe ajo vepër penale ka vepra penale që do thotë veprime aktive dhe njëri nga personat të cilët citoj, zoti Çollaku, ke informacion këtë zhdima? Është shumë aktiv, shumë ngjarje. Ke informacion? Edhe unë jam i bindur në rast se shkojmë në procedimin penal. Në përqindje të lartë të pjesëmarrës në shumë procedime. Shumë. 80% po themon. Po, edhe në rast se shkojmë, duhet shkojmë në kualifikimin e veprës penale, jo në bashkëpunim të thjeshtë, po si organizatë kriminale. Dhe ky është shumë e rëndë. Ky është telashi dhe paniku. Po ndodhi kjo, atëherë unë mase duhet filloj të reflektoj për spakun. Edhe të them që zoti Brau duhet iki nga manastiret kombëtare dhe ndërkombëtare dhe të futet në drejtimin e dur që ta ngrej stekën. Akoma dhe më lart. Mbaroj çështjen me metën. Ma lart. Po la shenja tani unë shikoj gjëra të klientin tim. Le klientin tim në punën e vet. Shikoj tani ata të cilët po shoh shenjat që avokati do takohet me besimin. Po prandaj po them pra, që mbaron dhe çështjen, kryen dhe detyrën e tij shembullore si avokat ndaj presidentit Meta dhe ndryshon dhe qasja ndaj Spakut. Gjithmonë kjo duhet Kjo ishte ajo që po thoya. Duhet harmonizuar me rezultatet e strukturës posaçme. Patjetër. Dosja Akshi nuk është më thjesht një shqetësim i brendshëm shqiptar. Ajo ka kapërcyer kufit e administratës sonë dhe ka prekur atë që në këtë vend zakonisht askush nuk i prek pa pasoja. Amerikanët dhe të dhënat e tyre, kryesisht ato që lidhen me bizneset. Reagimi i fortë vjen nga dhoma amerikane e tregtisë në Shqipëri, e cila në qendrimin e saj zyrtare nis me atë që mund të quhet fasada e gjithë sistemit digjital shtetëror, platforma e Albania. Bizneset amerikane raportojnë mos funksionim, paqëndrueshmëri ndërprerje shërbimesh dhe vështirësi reale operacionale që ndikojnë drejt për drejt në aktivitetin e tyre të përditshëm. Por kjo është vetëm shtresa e parë e problemit. Goditja e vërtet vjen më pas aty ku shqetësimi teknik shndërrohet në dyshim institucional, te konkurrenca dhe prokurimet publike në sektorin e teknologjisë, aty ku sipas konstatimeve që tashmë janë edhe objekti e hetimeve të SPAK, tenderat nuk kanë ndjekur gjithmonë logjikën e garës së ndershme, por vullnetin e atij që administron sistemin. Në reagimin e saj, dhoma amerikane e tregtisë shkon më thellë dhe ngre pikpyetje serioze mbi mënyrën se si jepen kontratat publike në sektorin TIK, duke sinjalizuar deformim të konkurrencës dhe përdorim jo efektiv të fondeve publike. Dhe pikërisht këtu, ky reagim përputhet në mënyrë shqetësuese me hetimet e SPAK-ut. Flitet për tendrat orientuar për vendimarrje të përqendruar në pagduar dhe për një rol të Akshit që shkon për te administrimi teknik. Në këtë panoram, Akshi shfaqet jo thjesht si një institucion digjital, por si një filtr i pushtetit ekonomik. Kur vjen fjala tek sektori i teknologjisë, amerikanët theksojnë një fakt kyç. Shumë prej kompanive që ata përfaqësojnë janë të certifikuara ndërkombëtarisht, zbatojnë standarde të larta sigurie, dhe ky është element kritik. Disa prej tyre janë të autorizuar të ofrojnë shërbime për vetë qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra kompani që në SBA kalojnë kontrolle ekstreme sigurie, financiare dhe ligjore, por që në Shqipëri përballen me një sistem prokurimi të errët dhe me një platformë shtetërore që nuk garanton stabilitet dhe mbrojtje të plotë të dhënave. Krahasimi bëhet edhe më i fortë. Në SBA dhe në ekonomitë e zhvilluara, kompanitë që prekin sisteme qeveritare sensitive i nënshtrojnë filtrave të hekur të auditimeve të vazhdueshme dhe madje kufizimeve të fitimit, gjithçka për të mbrojtur interesin publik dhe të dhënat kritike. Në Shqipëri, sipas këtij reagimi, këto standarde ose mungojnë ose zbatohen në mënyrë selektive. Për këtë arsye, dhoma amerikane e tregtisë kërkon qeverisë shqiptare masa korrigjuese të menjëhershme për të garantuar funksionim të qëndrueshëm, të pandërprer dhe të besueshëm të Albanias, veçanërisht për shërbimet kritike për biznesin dhe proceset e prokurimit. Mirë, siç e dëgjuam, shqetësimet janë serioze. Bizneset amerikane në Shqipëri janë të shqetësuara se nuk punon në Albania, nuk marrin dot shërbim në Koreale, po nga ana tjetër, çfarë thon dhoma amerikane? Thotë që
ka një pjesë të bizneseve të cilat duket se janë penguar në proceset e tenderimit, pra që bizneset amerikane të marrin pjesë, dhe pse janë kompani shumë herë më të kualifikuara se kompanitë shqiptare që kishin marrë tendrat, sepse disa nga këto kompani kanë menaxhuar dhe të dhëna sensitive të ndjeshme, pra sekrete të qeverive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pse nuk i lam ne kur të hynin në garë në Shqipëri këto Basir Çollaku?